Perfekt. Mirë mbrëma të gjithave, mirë mbrëma të vajzave që do e shohin kur të munden prezantimin e projektit. Ok, po e heq këtë. Atëherë, sot kemi menduar, së bashku dhe me gocat e tjera, që të flasim për mentalitetin fitues. Kemi zgjedhur pikërisht këtë temë për sot, edhe si ditë e hënë që është, edhe fillim muaj po ashtu, sepse mentaliteti dhe mendësia në këtë biznes, besoj që është përgjithsisht në jetë, po sidomos në këtë biznes është kryesor, është parësor, sepse kur ti nis diçka tënden, patjetër që nuk mund t'i shohësh direkt rezultatet. Ndonjëherë varet edhe nga personi, varet edhe nga aftësitë, varet edhe nga eksperienca që gjithë secili ka. Kështu që mentaliteti dhe mënyra se si ne e shohim këtë biznes, jetë gjatësinë apo vizionin që kemi, janë çelësi kryesor. Sepse jo gjithmonë do kemi rezultate, jo gjithmonë do kemi sukses, do kemi dhe momente ku do jemi poshtë emocionalisht dhe patjetër që kjo gjë ndikon edhe në produktivitetin ton. Kështu që do shqyrtojmë sot këtë temë se si mundet të na vinë në ndihmë edhe se si mund ta përmirësojmë mentalitetin fitues në këtë rrugtim. Një nga shprehjet kryesore, Tony Robbins është një nga mentor, coach, një nga motivuesit që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, është ndër të preferuarit e mi, se kam disa të preferuar, por Tony Robbins për mua është fenomenal, edhe gjithmonë që dëgjoj një trajnim të tij, apo kam parë edhe filmin në Netflix, tani shpresoj të shoh dhe filmin e ri, këtë nuk e kam parë akoma. Ka një shprehje që ai e përdor gjithmonë në trajnimet e tij, që është where focus goes, energy flows. Aty ku ti çon fokusin, aty ku ti çon mendjen tënde, energjinë tënde, aty rrjedh gjithçka. Normalisht që për të kaluar nga justifikimet tek rezultatet, çfarë duhet të bërë dhe se si mundet që të arrijmë që të ndryshojmë veten tonë. Normalisht që është një proces, të paktën për sa flas për veten time, mund të them që në moshën 20 vjeçare, me personin që jam sot, jam totalisht e transformuar, si mendsi, si shoh gjërat, se si i menaxhoj gjërat, pra çdo lloj gjë ka ndryshuar tek unë. Dhe kjo gjë ka ardhur nga një punë shumë e madhe që kam bërë me veten time, me trajnime të ndryshme, me librat që kam lexuar, me dëshirën për të zhvilluar më shumë, por edhe për të ndryshuar, sepse suksesi jo domosdoshmërisht lidhet vetëm me paran. Suksesi është edhe kur ne ndjehemi mirë me veten tonë, kur jemi të plotësuara, kur ndjehemi të lumtura dhe në paqe. Dhe ky është një proces edhe një cikël që vjen me kohën. Shpeshherë dëgjoj që njerëzit nuk ndryshojnë, unë personalisht mendoj që njerëzit mund të ndryshojnë, por ne nuk mund të ndryshojmë dot të tjerët. Ne mund të duam shumë që të ndryshojmë një person, por ne kemi fuqinë vetëm që të ndryshojmë veten tonë dhe mund ta ndihmojmë dikë, por nëse nuk fillon ajo dëshira për ndryshim dhe për zhvillim nga brenda, besoj që jemi totalisht të pafuqishëm për të ndihmuar dikë tjetër. Mund të jetë një person që mund ta duam me gjithë shpirt, mund të jetë familjar ynë, mund të jetë një person i zemrës, por nëse dikush nuk e kërkon ndryshimin dhe nuk fillon nga brenda ti, besoj që gjithë puna tjetër është e kotë. Çdo rezultat lind nga një zgjedhje dhe çdo justifikim nga një mosveprim. Mendësia e dur është gjithçka në këtë biznes, siç thash edhe në fillim, dhe vazhdojmë edhe më tutje. Gabime. Okej, po ul pak këtu. Jo. No. Nuk e di se çfarë bëra, po e hapra. Okej, vazhdojmë tek. Gabime që duhet të evitosh, nuk e di pse s'më dalin më kamerat. Ju më shihni mirë goca, më jepni ndonjë shenjë edhe në mesazh? Po, Okej, perfekt. Po vazhdoj pra. Gabime që duhet të evitosh nëse vërtet dëshiron që të rritesh. Të mendosh që duhet të jesh perfekte dhe duhet të dish gjithçka para se të nisësh. Patjetër që të shfaqësh veten tënde në rrjetet sociale, sidomos për vajzat që janë të reja dhe që janë bashkuar së fundmi në skuadër,
Patjetër që të dalësh nga zona jote e rahatis, por aq më tepër të shfaqësh veten tënde tek njerëzit që njeh, sepse është më e vështirë që ti të shfaqesh në rrjetet sociale, të prezantosh një mundësi apo qoftë edhe offline, po sidomos në rrjetet sociale, është gjithmonë ajo mentaliteti që do paragjykohesh nga të tjerët. Dhe ne nuk duhet presim asnjëherë që të jemi gati apo të dimë gjithçka mbi produktet, mbi mundësinë, dhe në moment që ne dimë gjithçka dhe jemi në mënyrën më perfekte tonën, atëherë duhet të nisim. Absolutisht jo. Kjo është totalisht e gabuar, patjetër që trajnimet duhen ndjekur në mënyrë konstante dhe ato që janë të regjistruara, po ashtu edhe për produktet mësohet në vazhdimsi, por nuk mund të presim asnjëherë që të jemi perfekte dhe pastaj ne të dalim edhe të shfaqemi në rrjetet sociale, sepse pikë perfekte nuk ekziston dhe nuk do arrim kurrë në pikën që ne të ndjehemi mjaftueshëm gati për të nisur. Gjithçka mësohet rrugës, duke gabuar, duke u përmirësuar dhe në mënyrë graduale derisa ja merr dorën gjithçkaje. Të zhdukesh patjetër kur nuk e rezultate është gjëja më e thjeshtë që mund të bëjmë, sidomos në momentin kur thash kjo gjë është shumë e lidhur dhe me mënyrën emocionale, por absolutisht jo, ne duhet që të vazhdojmë të jemi konsistente edhe kur nuk shohim rezultate, edhe kur gjithçka nuk është se si duam ne. Edhe nëse ne nuk ndjehemi mirë emocionalisht, ne prap duhet të ecim dhe duhet që ta zhvillojmë këtë biznes deri në momentin kur do arrijmë rezultatet që ne dëshirojmë. Të shohësh se çfarë bëjnë të tjerë dhe të krahasosh veten. Gjithsecila prej nesh që është në këtë grup është e ndryshme nga mosha, është e ndryshme nga mendësia, nga aftësia që ka për ta përfitur një informacion ose një aftësi të caktuar. Edhe nëse keni hyrë në këtë biznes në të njëjtën kohë, ndoshta në të njëjtën datë dhe shihni që dikush tjetër ka më shumë rezultate se ju, asnjëherë mos e krahasoni veten tuaj me rezultatet që ka arritur dikush tjetër, sepse ne ndryshojmë shumë nga njëri tjetri dhe gjithsecili ka kohën e vet për të arritur sukses në çfarëdo lloj gjëje. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që të mos e demoralizoni veten tuaj duke thënë që shiko se unë nuk e bëj dot, unë nuk e mësoj dot, kjo gjë nuk funksionojnë, sepse lidhet automatikisht me atë se çfarë ne përsërisim gjatë gjithë kohës, me atë se çfarë ne bëjmë, me atë se çfarë ne i imponojmë dhe e ushqejmë veten tonë. Të bësh gjithçka vetëm dhe mos kërkosh ndihmë. Patjetër që aq më tepër që kemi dhe këtë komunitet, kemi këtë sistem, gjithçka është aty, gjithsecila prej jush ka një mentore, një sponsore që e ka futur në skuadër dhe jam e bindur që gjithsecila prej jush është e disponueshme për të dhënë ndihmën e gjithkujt, kështu që gjithmonë duhet që të kërkoni ndihmë, t'i drejtoheni dikujt dhe mos pretendoni që të dini gjithçka dhe t'ia dilni gjithmonë vetëm, sepse qoftë edhe një fjalë, qoftë edhe një motivim, qoftë edhe një këshill nga dikush që ka më shumë eksperiencë se ju, jam e bindur që do u vlej shumë dhe do u ndihmoj. Të publikosh pas një lloj qëllimi, besoj që është më mirë pak edhe sakt. Patjetër që fillimi do eksperimentuar edhe gabuar siç thash, por duke pasur gjithmonë një motiv të caktuar. Pra, të gjitha postimet që ne bëjmë duhet të kenë një qëllim të caktuar. Personalisht, se si unë i menaxhoj rrjetet sociale, atëherë TikToku është më shumë bëj video të ndryshme dhe nuk i jap shumë rëndësi, sepse dhe publiku ose mënyra se si shkojnë videot virale në TikTok është shumë ndryshe. Ajo që është CV-ja ime është Instagrami, ku unë shfaq dhe reklamoj po ashtu edhe jetën time private, edhe familjen time, sepse siç e dim që në këtë biznes njerëzit zgjedhin gjithsecilën prej nesh, karakterin që kemi, personin që ne jemi dhe jo mundësinë, sepse mundësinë e kemi që të gjitha një lloj edhe plani i kompensimit patjetër që është një lloj ashtu siç e kemi përmendur shumë herë. Kështu që unë në rrjetet sociale përpiqem që të jem gjithmonë vetvetja, duke u shfaqur ashtu sikurse unë jam në jetën time dhe përpiqem që të ndaj me publikun shumë llojshmëri gjërash, qoftë për sa i përket punës, qoftë për sa i përket jetës time, qoftë të qenit nën. Pra njerëzit të gjejnë tek unë atë modelin që u përshtatet më shumë edhe që gjejnë veten. Kështu që gjithmonë unë edhe kur publikoj video që janë për të qeshur, video që mund të jenë me vajzën time argëtuese, video që kalojmë kohë së bashku, patjetër që kanë një qëllim dhe publikun që unë u drejtohen që të më ndjekin edhe që ta gjejnë veten tek unë. Patjetër që ndryshimi fillon
në momentin që ne fokalizohemi dhe fokusohemi nga nuk mundem tek se si mundem unë që ta bëj të funksionojnë. Dhe momentin që ne ndryshojmë qasjen tek gjërat që bëjmë, si në biznes, si në jetë, atëherë gjithçka do fillojë që të ndryshojë. Mendësia nuk është diçka fikse ose magjike, ose e ke ose nuk e ke. Është një kompetencë, është një aftësi që ndërtohet, që zhvillohet edhe që përmirësohet. Siç e thash edhe për veten time, shembulli në fillim. Nëse do krahasoj Julianën që kam qenë 20 vjeç apo 25 vjeçë, gjithë eksperjenca e jetës time, po dhe dëshira ime për të rritur edhe për të zhvilluar gjatë gjithë kohës, jam e bindur që shoqet e mia të ngushta që më kanë njohur në gjimnaz apo në universitet, jam e bindur që nëse i takoj sot, jam totalisht një person tjetër, totalisht një person se si i shoh gjërat, se si përballem me gjërat, se si përjetoj dhe se si reagoj ndaj gjërave dhe që më ndodhin, si në jetë, si në biznes dhe në gjithçka tjetër. Të gjithë kemi frikë që të dalim nga zona jonë e reatis, por ndryshimi është që dikush e lejon frikën që ta paralizojë dhe kush tjetër merr veprime konkrete pavarësisht frikës. Kjo gjë është shumë e rëndësishme sepse besoj e keni kuptuar qoftë në rrjetet sociale, qoftë në jetën tuaj kur ju e prezantoni këtë mundësi, njerëzit ose edhe si e keni nisur ju në fillim gjithë secila prej nesh që është këtu, patjetër që ka marrë një vendim për të nisur dhe për të superuar një frikë. Ndoshta dikush e ka pas eksperiencë më përpara, por flas sidomos për vajzat që e kanë nisur totalisht nga zero dhe nuk e kanë pasur. Pra flas për atë momentin që ne përballemi dhe marrim vendimin që të mësojmë diçka që është totalisht e panjohur dhe jashtë zonës tonë të rehatis. Kështu që për të gjithë personat që na bashkojnë në këtë biznes ose që kemi mundësinë që tua prezantojmë këtë mundësi, gjëja kryesore që do duhet që të ballafaqohen dhe ne që duhet i mbështesim ose ndoshta dhe tua vëmë në dukje, është pikërisht kjo që është frika është për gjithë secilin, për çfarëdo lloj gjëje, ndoshta dikush e ka për një X gjë, dikush tjetër e ka që të shfaqet në rrjetet sociale. Në moment që ti e lejon frikën që të paralizojë atë që është dëshira jote, ajo që ti dëshiron që të arrish, që ta zhvillosh këtë biznes dhe të kesh suksesin tënd dhe të jesh e pavarur, ka ndryshim nga një person që merr veprime konkrete pavarësisht frikës, edhe patjetër që eksperienca e shumë personave ka treguar që në moment që nuk janë dalur nga frika, patjetër që rezultatet kanë ardhur edhe kanë arritur që t'ja dalin. Tre pilastrat për të pasur rezultate reale në këtë biznes. Vizioni i qartë. E thash edhe e ripërsëris përsëri, vizioni është ai që ty do të çojë më tutje, sepse jo domosdoshmërisht do shohësh rezultate të mëdha, ndoshta të kënaqshme, që në fillim. Ndoshta rezultatet mund të mos jenë edhe fare, rezultatet mund të jenë shumë të vogla, por ajo se çfarë ty të ka bërë që ta nisësh këtë gjë, ajo se ku ti dëshiron që ta arrish, çfarë dëshiron ti që të krijosh, ku dëshiron që ta shohësh ti veten tënde mbas 5 vitesh, pa e ditur eksaktësisht se si do shkojë rrugtimi yt, është gjë shumë e rëndësishme dhe që do motivoj gjatë gjithë kohës dhe do ja kujtoni vetes tuaj se cila është ajo gjë që ju dëshironi ta shikoni veten tuaj mbas 3 vitesh apo mbas 5 vitesh apo mbas edhe 10 vitesh. Për shembull, Rene që është numër 1 është këtu në Itali ku ne kemi hyrë edhe në skuadër dhe jemi pjesë e saj. Patjetër që jam e bindur që para 6 vitesh që ka nisur network marketing, nuk besoj që do merrte një çek edhe një bonus me 250.000 euro, por aja vlen që ti të punosh 6 vite rresht, edhe të mësosh, të impenjosh, të investosh po ashtu. Dhe mbas 6 vitesh të arrish të marrësh një çek si i Renes që është 256.000 euro, jam e bindur që gjithë secila prej ne që është në këtë skuadër e ndërron atë moment dhe do ja vlente jo 6 vite, po edhe 10 vite jam e bindur që do ja vlente që të impenjohemi për të arritur ato rezultate. Normalisht që vizioni pa asnjë veprim dhe në mënyrë konstante nuk do ishte asnjëherë mjaftueshëm. Unë normalisht që nuk jam perfekte, ka momente që nuk jam aq produktive sa ç'duhet, por përpiqem që dhe në ato ditët që për shembull sot, siç thash, nuk është një nga ditët e mia më të mira, duke qenë se nuk jam fizikisht, po besoj të paktën për mua kur jam edhe me cikël jam edhe shumë emocionalisht poshtë. Kështu që gjithsesi, edhe sot për shembull që nuk doja që të dilja në story të paktën, por kam postuar si në Instagram si në TikTok, kështu që përpiqem dhe në ato ditët kur unë nuk jam në formë siç duhet dhe patjetër që gjitha kemi ditë jo,
të paktën të bëjmë qoftë edhe një veprim të vogël. Dhe pikërisht sot nga një video që më mori shumë pak kohë që postova sot, besoj që ka shkuar viral edhe më erdhin, më kishin ardhur deri tani 10 followers dhe nuk e kisha hapur fare Instagramin. Kështu që ndonjëherë dhe ato video që ne i bëjmë në një moment pa i menduar ose nuk e dim, themi hajde të paktën të postojmë për të normalisht diçka që lidhet me punën apo me personalitetin ton, por ndonjëherë ato video janë ato që shkojnë edhe më shumë kur ne nuk i mendojmë që do shkojnë virale. Dhe ambienti është shumë shumë i rëndësishëm. Ajo që unë them gjithmonë, energjia, njerëzit që rrethon veten, të marrit, të qenit aktive në grupet që ne kemi, në komunitetin tonë, në trajnimet live, është totalisht sidomos unë për veten time, edhe tani që mbaj trajnime apo kur gjoj edhe vajzat e tjera, këto që ua them juve, ja them edhe vete, sepse sa herë më shumë ne ja përsërisim gjërat vetes tonë, aq më shumë karikohemi dhe aq më shumë jemi produktive, aq më shumë jemi pozitive, aq më shumë motivohemi. Sepse normalisht që pjesa e trurit ka atë luftën që ne kemi ndërmjet komoditetit, të gjërave që ti di dhe asaj që duhet të bësh më shumë edhe duhet të dalësh ose të bësh gjërat që nuk të pëlqejnë aq shumë. Kupto cili është justifikimi që të bllokon. Pra dikush ka kompleksin e të dalë në rrjetet sociale, dikush tjetër ka kohën, dikush tjetër ka një X frik ose një justifikim. Mendoje dhe shqyrtoje me veten tënde. A është e vërtet kjo frikë? Pra, nëse ti stepesh që të postosh në rrjetet e tua sociale, është shumë e thjeshtë. A ja vlen më shumë ëndra jote apo dëshirat e tua, të ardhurat e tua, liria që ti dëshiron që të krijosh me gjykimin e njerëzve. Tek e fundit, kjo mundësi do t'i paguaj të gjitha shpenzimet e tua dhe faturat e tua, ndërsa gjykimi i njerëzve, ndoshta besoj dhe jam e bindur që nuk e di nëse e keni dëgjuar atë historinë e miqësive që zgjasin 5 vite, pra ne këtu dhe 5 vite, ndoshta njerëzit që do na rrethojnë jetën tonë do jenë totalisht persona të tjerë nga ata që kemi sot. Dhe personalisht mund ta konfirmoj që personat që kam hasur, qoftë në punë të ndryshme, qoftë në marrëdhënie të ndryshme, sot kemi thjesht një raport shumë të largët edhe me shumë persona as nuk flas fare dhe as nuk komunikoj fare, sepse duke qenë se rrugët tona të jetës ka ndryshuar dhe fokusi në gjërat tona ka ndryshuar. Kështu që aja vlen realisht që nga frikrat që ne kemi, gjithë secila mund të ketë një frikë ndryshe që nëse doni mund t'i shkruani edhe këtu cilat janë ato justifikimet ose ato gjërat që juve u bllokojnë, ndoshta her pas here dhe mund t'i diskutojmë edhe në fund të trajnimit së bashku. Dhe çfarë mund të bëjmë, cilat janë ato veprimet që ne mund të ndjekim pavarësisht frikrave tona. Cilat janë ato veprime konkrete që ne do na bëjnë duke marrë veprime çdo ditë të mund t'i superojmë edhe t'i kalojmë edhe të kalojmë pasaj në anën tjetër të suksesit. Krijo zakone të reja dhe sfida për veten. Unë e ceka dhe me vajzat javën e kaluar, do ishte shumë bukur sikur të bënim një tip challenge të gjitha bashkë te grupi këtu, një të paktën tani në sezonin e verës ndoshta edhe jo 30 ditë, po besoj që dhe 30 ditë është okay sepse deri në korrik është mjaftueshëm mirë, pastaj gushti besoj që do jetë pak më i qetë në pjesën e network marketing, por të vendosim disa objektiva së bashku te grupi dhe të vendosim gjithë secila prej nesh një X numër persona që dëshirojnë që të ketë në skuadër. Dhe për të arritur këtë gjë ose këtë nivel të caktuar që dëshirojmë që të arrijmë, cilat janë ato veprime konkrete që ne duhet bëjmë. Të paktën 2 ose 3 video çdo ditë në TikTok. Një prezantim ose 2 prezantime minimumi me persona në video call ose në unë gjithmonë i bëj domethënë në video call ose në WhatsApp gjithmonë me kamerë kur kam mundësi, pjesën më të madhe të kohës, ose postime dhe story në Instagram. Pra nëse bëjmë besoj si sfidë do motivojmë njëra tjetrën edhe nëse nuk shohin për shembull emrin tek lista aty në Telegram që gjithë secila prej nesh i kanë ndjekur ato rregullat e këtij challenge, besoj që do jetë shumë produktive për gjithë secilën prej nesh. Më thoni si mendoni dhe nëse dëshironi që ta bëjmë një plan të tillë dhe të arrijmë rezultate, ta djegim me pak fjalë deri në fund të korrikut të gjitha së bashku, sepse jam e bindur që mam të lutem, ëh. Jam me kamerë hapur edhe me zë, okay? Shpejt. Ok, dopo, vai, chiudi la porta. Jam e bindur që ne nëse bëjmë veprime çdo ditë për 3 muaj, jemi konstante,
jam e bindur që do kemi rezultate të jashtëzakonshme. Kjo gjë mund të bëhet vetëm një herë në vit, të paktën 3 muaj, që është të paktën edhe skuadrat e huaja e kanë pas gjithmonë këtë në programet e tyre. Besoj që arrin rezultate të jashtëzakonshme me një konsistencë 3 mujore, jo një vit, vetëm 3 muaj gjatë gjithë vitit. Dhe gjëja më kryesore, besoj që gjithë se cila prej jush ka pasur një motiv kur ka nisur në këtë biznes. Unë besoj që ajo pseja është kryesore dhe duhet ta shkruani dhe vërtet ta mendoni se cila është ajo arsyeja juaj që ju keni nisur. Cila është ajo gjëja që juve do motivoj edhe kur nuk keni rezultate, edhe kur nuk keni të motivuara. Personalisht, kur kam nisur në network marketing, gjëja kryesore ishte që isha shumë e lodhur nga puna që bëja sepse punoja turni 3 edhe vija ikja në orën 5:30 mbas dite dhe kthehesha në shtëpi në orën 2-3 të darkës, kishte raste të shtunë diel që arria dhe në orën 4-4:30 në shtëpi. Vajza ime ishte vetëm 2 vjeç, shkonte në çerdhe dhe unë zgjohesha që në mëngjes që çoja në çerdhe në orën 8. Kështu që kam punuar 3 vite rresht dhe në moment që fillova network marketing, kjo ishte arsyeja ime që doja që të isha dorë nga puna. Do me thënë, të paktën thoja që këto të ardhura ti fitoj në këtë mënyrë. Por nuk mjafton asnjëherë, jam e bindur për këtë sepse e kam kaluar edhe vetë atë fazë që të paraja do motivoj deri në një farë pike. Por jam e bindur që fitimet që mund të arrini, të paktën fitimet e para në nivelet e para, jam e bindur që ju mund të arrini edhe në një punë tjetër, të paktën kush jeton jashtë në jashtë Shqipërisë sidomos. Është lehtësisht që ti të arrish për shembull një rrogë ku dëgjon 1000 ca euro në muaj nëse ti punon 8 orë apo 9 orë në ditë. Por liria që kjo mundësi të ofron, të pasurit nën kontroll ti jetën tënde, të udhëtosh kur të duash, të, të kesh mundësi që ti vendosësh ti oraret e tua. Për shembull, vendos vajzën në gjumë edhe merre me diçka tjetër, lexoj diçka, studioj diçka. Apo këto ditë për shembull që vajza ime ka qenë, sikurse dhe juve që kanë qenë në shtëpi këto ditë kanë që të njëjtën deri më sot. Nuk besoj që ka punë tjetër fizike që ty ta lejon që të shkëputesh si të duash ti nga puna dhe jo. Kështu që ajo pseja që juve do bëj që të vazhdoni edhe kur nuk jeni të motivuara, edhe kur nuk do keni rezultate, edhe kur duket sikur po e bëni kot këtë gjë, por pavarësisht kësaj ju nuk do ishni dorë dhe do vazhdoni po të jeni konsistente njësoj sikurse tani apo sikurse keni nisur. Është ajo arsyeja që do kujtoni apo dhe do lexoni, unë e kam shkruar edhe diku kur nisa këtë rrugtime dhe realisht kam reflektuar shumë thellë me veten time se cila është pseja ime. Një arsye tjetër ka qenë edhe të jem një shembull ose një motivim për shumë vajza të tjera, sidomos për mentalitetin tonë që shqiptar që normalisht shumë gjëra kanë ndryshuar ditët e sotme, por besoj që sidomos në qytetet që janë pak më të vogla ose në rrethina, ndjes. Sidomos në të paktën realiteti që unë njoh, po jam e bindur që është edhe juaj, në rrethina që vajza dhe gra që jetojnë, nuk besoj që kanë atë lirinë që unë kam, apo të vendosurit për jetën e tyre, të bërit çfarë do lloj gjë që ato dëshirojnë dhe të kenë pavarësinë që ato dëshirojnë. Besoj që janë shumë të shtypura nga mentaliteti apo nga burrat që kanë jetën e tyre që mund të jetë babai, mund të jetë bashkëshorti, pra nuk e kanë atë lirinë që ta jetojnë jetën si të duan dhe do doja shumë që ndoshta sikur edhe 1, 2, 3, 5, 10 vajzat të inspirohen dhe të motivohen nga ajo që unë bëj. Dhe se si unë kam zgjedhur që ta jetoj jetën time, do isha pa fund e lumtur duke qenë se jam edhe vajza e një nëne dhe kjo ka qenë edhe një arsye tjetër se unë pse doja që të bëja këtë gjë dhe të përdorja rrjetet e mia sociale për pos punës, por edhe si diçka tjetër që mua më bën personin që unë jam. Kështu që besoj që gjithë secila prej jush duhet të reflektoj edhe të ta shohi përtej paras këtë mundësi, përtej asaj gjë sepse normalisht
në këtë fushë nuk është se duhet dhe në një investim i madh dhe dikush duhet të thoj ose ta mendoj shumë gjatë për të nisur. Unë personalisht kur kam pas nisur kam nisur me 1500 euro dhe nuk ishte pak për të nisur dhe pasaj të paguaja një abonim mujor për një kohë të caktuar që ishte 169 euro, kështu që mendimet i kam pas pak më të thella dhe gjëja që unë doja të arrija ishte jo thjesht të nisja dhe pasaj mbas disa kohë shtisha dorë ose hajtë se po nuk funksionoi, s'ka problem, por unë do e bëj që të funksionoj dhe kjo është mundësia ime që të mos e bëj më këtë jetë që bëj edhe këtë punë që bëj edhe për të pasur gjithçka që unë dua në jetën time. Kështu që me kaq po e mbyll për sot regjistrimin. Okej. A mbyll regjistrimi? Besoj që jo.